Kur kam qenë në klasën e parë, kanë ardhur policia e asaj kohe, na kanë rrethu shtëpinë edhe na kanë hime na kontrolluar për armë, edhe kanë qelë dollapin ku i kom pasun e abetaren, librat e mia dhe fletoret, edhe unë si e vogël jam shkoj kom thonë, mas mi prekni edhe kom shty dollapin, ata e kanë hap, unë e kom shty me shkelm, me mbyll, do me thonë, këta e majnë men, se kam qenë 6 vjeqe e gjysë ashtu diçka. A ke qenë rebele si fëmi? Jo, kam qenë e urë, që ashtu më kam përshkru familjarët e mi, edhe kam qenë a i fëmiju i paturpshëm, sepse kom dalë para misafirve, kam performu, kam këndu, kam recitu, edhe me një lugë, me një piron në dorë si mikrofane kështu me ra, dhe më kanë tregu kështu, nuk është që i majnë men shumë ato kohra. Si e kujtojnë Mitrovicën e dikushme, e ceke që ki pas gjithmonë dëshirë edhe me këndu, po në atë ku nuk është që e keni pas edhe shumë të letë me u marrë me këndim? Jo, se kemi pas të letë fare, do me thonë, është ka qenë periudhë kogja e vështirë, është dashtë mi përkthy tekstet e këngëve në gjuhën tjetër, për me ta aprovuar, se me ta vullosh, me ta nënshkru, me ta leju me këndu atë këngë, do me thonë, edhe na kemi kalu në për krejt këto lloj fazash edhe nuk kemi heq dorë asnjëherë, do me thonë, nuk kemi lodhe nga kjo gjë, edhe kemi dalë, kemi këndu, kemi majtë koncerte, fillimisht me shkollën, pastaj jam inkuadru në një shoqëri kulturore-artistike që ka qenë Boro e Ramizi, bashkën vllaznem, siç ka qenë atëherë në atë kohë, dhe unë e kom përfaqësu departamentin e sektorit shqip. Ka pas edhe turqesht, ka pas edhe serbisht, edhe në gjuhën rome, kështu që kemi majtë edhe turne, festivale, kemi marrë pjesë. Pastaj... A një ndjetë të rrezikum, Miria? Jo, në atë kohë kur këndojshet? Jo, në atë kohë jo, sa i përket artit nuk është që ka pas ndonjë farë lloj, që si me thonë, nërskamce, ose në diçka të shprehur. Pastaj kom kalu në shoqërinë kulturore-artistike Akumulatore, edhe aty ka pas vetëm folklor, kam këndu me orkestrin me Qiftelia, këngë patriotike sigurisht, por të përshtaturat për kohën, edhe unë kështu e kom fillu karierën time. Pastaj ka qenë festivali Kosovarja Këndan, kur kam marrë pjesë si emër, mbi emër, do me thonë, si person, si këngëtare, edhe kam pas fatin me qenë edhe finaliste, pastaj e shpërbluar me çmim, edhe për të realizu për herë të parë në Radio Prishtinën e atërshme, këngën me orkestrin e festivalit Kosovarja Këndon, që kanë qenë Kastriotët e Ferizajit. Kështu që kjo... Shumë suksese ndër vite, po diçka që m'la... Kam qenë krejtë, do me thonë, kam folë prej kohës 12-13 vjeqare deri në moshën 17 vjeqare. Pastaj kom marrë në shoqërinë kulturore-artistike në Baramcor edhe jam taku me Naimin. Tha që ki taku Naimin në moshën 17 vjeqare? Sa po kam përfundu mbrëmjen e maturës, do me thonë kam qenë maturante, përfundova shkollën e mesme të mjekësisë. Tregoma takimin e parë. Takimi i parë ka qenë në Pallatin e Rinisë në Prishtinë. Kush kë ngacmoi? Shiko, unë u dashurova në zërin e Naimit, dhe unë isha interesuar kush është ky Naim Abazi. Se i kom thonë vetës, nëse është djalë i mirë, ky do t'jetë njeriu i jetës tamë. Do të thotë në shikim të parë, ti ki pas gjitha këto mendimet, që ky është ai i duhur i për jetën time. Unë e prit qa mu taku dikon me atë Naimin, kush është ai Naim Abazi, nuk e kisha pas njerë në televizor, edhe kam nejt një 3 herë me ta